Dashur shikues të podcastit Lojtari 12, jena me episodin e radhës. E di që ka shumë për juve që dyshonin do tifoza, po Lojtari 12 është veni ku vinë tifozat e klubeve matralla në kuptimin që s'o di që kanë shumë tifoza. E afër meje sot është tifozi i kampionit aktual të Evropës, dhe po ashtu finalisti. Afër meje është Aron Saliaj. Aron, përshëndetje. Përshëndetje Black. Aron, që si të shohë njerëz, më njerë kam të thonë, pse i Parisit, mas pari ka zona ç'është je bo me PSG. Me Parisin jam bo në vitin 2016. Sa vjet i ke pas? I kom pas 7 vjet. Respekt, okay. Ç'është ka nis? I kom pas 7 vjet, do me thonë Ibrahimovicin e kom pas qef shumë si lojtar. Kena pru këtu për këtë arsye. Zlatan Ibrahimovic. Do me thonë, kjo është lojtari i parë që e ki marrë men apo që të ka pëlqy? Që më ka pëlqysh, do me thonë që më ka shti me këshyrë futbolin. Okay. Po tani ma vonë këtë do një Manchester, po me meta me Parisin, Meta me Parisin. osot. Okej, tash ti kur e kon i vogël normal ka pas klube tjera që janë kon trending, si gjithmonë këto të Anglisë, të Spanjës, Real, Barcelona, Bayern, Chelsea, United, City e këto. Po besoj ako na i lojnë të farë Champions League, sepse Ligue Francës Grand s'ka rëndësi, po më intereson shumë. Në atë kohë jam kon fëmi edhe shumë video që i këshërshme, do më thonë Kejt me Ibra, na? Kejt me Ibra, o kon gola ka pas shumë shumë të mirë, edhe zakonisht e që Messi top 10 gola ta video se Ronaldo. Ti i me këqyrë Zlatan. Mua mas shumë ti më ka pëlqy Zlatoni. Okej. A luni që se aj? Po kështu? A di me luet si aj? Jo. Okej. Jo shumë. Shkoj Zlatani, jam toni me njerë verë në 2017-ës, janë bëu dy transferime të bëshme, që ku Neymari dhe Mbappe. Neymari me Mbappe. Edhe tash Parisi dorën zarmën që atë kohë. Fakt e kena pas një sezon Dan dytë, 16-17, po. Po, 16-17, po. Po, edhe tani e kena morë Neymari dhe Mbappe. Verë 17-s, po. Po. Thonë Neymari dhe Mbappe janë konë që më thonë dy superstar nëse. Neymari që konë superstar i njoftën. Mbappe konë fillet të veta, po që pat njoft sepse pat marrë ligën me Monaco, pa shku dhe në gjysmë finale. Po. A ki prit atër kur e nërë Neymari Mbappe që me njerë Paris kam luftu për Champions League apo që shikon për çmejtua se tifoz i ri normal. Çato vjet të para se Neymari shumë e kena prit. Shumë kena prit që me morë Champions. Po konë Cavani, konë goxha i para ekipi. Po e kena pas edhe Cavani, do me thonë konë që këtë trejshe, Mbappe, Cavani edhe Neymar, po më kujtuat që në rënë 16 në patëra Real Madridi, po, 17, Real Madridi edhe... A ma në kështë konë trajner i Parisit qëtë vetë? Emery. Bravo, 17. Fakt, 2 vjetë, 16-17 kur i mposhti Barcelona atë këthimin e famë shumë gjashme. Edhe 17-18 Emery kur e rali. Mas ati sezoni 18-19 u konë viti kur ju ra me United, Manchester United. Me Manchester United. Konë trajner Thomas Tuchel. Kur e kthej rezultatin në fund Manchester me penaltinë e Rashfordit. Besoj e man me. Të konë fare koke interesante. Buffonit. Po. Të golla Lukakus. Të golla Lukakus. Mirë ti, bravo. Po. Atë se kumë prite që ka me këtë United. Po, së 0-2 loja parë. Do me thonë edhe po jo edhe formacionin e ka pas të e për dopt. Po. Ka një me ekip 2, do me thonë edhe më në këtë gjë. Bernati pa të bu gol. Po. 2020-ën i ki pas veç pak, 17 vjet i ki qtash, minus 6, 11 vjet. Po. Me thonë 11 vjet i jem mjaftueshëm, temi i vedishëm edhe i rritun, që me majtë me një finale. Finale a pandemis, Bayern PSG. Do me thonë ajo kuna finalja pa tifoz, finalja parë, ashta që konë ma azbet, po që për faqë me pash Parisit. Edhe nuk gaboj, u konë pak ma vënë, se... 2021 pa pas u konë finale të Parisit. Jo, 2020 do me thonë u konë pak ma vënë shkoku i pandemis. Gusht, gusht, 24 gusht ashtu u konë. Edhe mas shumë ti që më ka djegu u konë komoni, pëse na e lako. Komoni, jesh litari Parisit. Akademie e Parisit. Bravo, po. Me krye, Dhe qatë vit Parisi dhe me thonë e pat qatë sezoni fantastik, u konë Di Maria, Neymar, Mbappe, Icardi u konë rezerv, i konë të cilitar, do Paredes, kush tjetër u konë me sfush? Me sfush u konë Danilo Pereira, Herrera, bravo, dhe me thonë kjo viti para se më marë ta lojtarë të mëdhaj. Kallëzom të një 2021-ën, kuptohet u konë ajo vera sensacionale me transferimet që fakt pritën me bu Parisin kampion. Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi, Leo Messi, edhe një tjetër që kam këtuat. A që ta përdo? Edhe Wijnaldum, po. Që shërpite që të verën që erdhë Messi në Paris? I të folë për sezonin 21-22. Vera 21 të shkruar Messi me këta tjerët. Po.
Qatar domethënë edhe Qatar u kon ajo që shumë kena menu që kena me marrë çampion. Kush e ka bërë Liga Kampion amon men? Raulin ja. Benzema 3 golla që jep. Tani vitin tjetër na ka urdhëzuar Bayerni. Bravo. Lënë e parë 2-0 nëse s'ka bënë. Lënë e parë 2-0 po në Bayern po, bravo. Që aty kena prit shumë. Në fakt sezonin e parë kom prit shumë më shumë. Këta prej Messit e prej Messit, po mendoj, domethënë 22-23 kom prit shumë më shumë që e mormi. Edhe ishmi në përsi pe 2 golla normal i bjen. Po, se 1-0 Paris, 0-0 Mbappe pa dhënë minutë fundit. Edhe 1-0 ishmi tu fitu. Po. Amo, komplet Benzema. Tifoz Parisiana, a di në fjalë frëngjisht më na thonë se shpejt? Alles Paris. Alles finale. Hala shkojmë te finale për impaktin e këto vitet e fundit që kanë shumë interesante. Domethënë, ti në atë kohë prapë thonë kanë shumë i ri, po ki mujt me vlerësu për shembull Messi, Neymar, Mbappe si treshe e sulmit. A tu ka dok që ka funksionuar. Normal, La Liga apo Ligue 1 e pa tërmar 2 vjet që kanë bashkë. Po. Ti ka vjen pa të ndështu. A ki prit që me shitjen e Neymarit ose fakt këtë rast edhe Messit, bëhet më mirë Parisi? Vitin e parë, domethënë e kum i na kom veç në semifinale Champions League-s. Edhe momentin kur e kena harxhu Barcelonën po. Edhe mendoj që atë vet shumë fauti ka luajtur të rol me Dortmundin. Ja, pas shtylla më i mend. Viti i parë me Luis Enrique domethënë. Me Luis Enrique. 23-24. Po, kom viti i parë semifinale me një herë Enrique. E kom prit atë vet që kena me marr Champions League-n, edhe kum di që kena me fitu dikur Champions League. Sa po do e ke ditë? Po tanë ato investime, Investime, po, këtë ideja Parisit, pse ka dhejës Parisi është që është bo kampion kër i hek mdhajtit. Po tash... Që do mos Mbappe në fund. Kër i kena pas yjet, e kena pas trajner Pochettino edhe Galtier. Christophe Galtier, bravo. Do më thonë, ata janë kon të mira për ekipe jo është si Parisi me shumë yje. Mesatar, po thua? Po, do më thonë, nuk të Tottenhamin, Pochettino që ka... Edhe Lillën që ka fitu titullin. Që bon kampion 2020-2021, nëse që ka bëj, po. Me tanë ato yje, e kum ditë që a Enrique është tjetër. Për njëshë futbolin mirë të ke pas ke ditë më në bës. Ato isha atër. Kështu, kalzom tash arën Luis Enrique erdh, dhe më thonë Enrique o konë kampion e Evropës me Barcelona 2015. O konë ai trajneri që o konë Barcelona kur e ka bua të remontadën e madhe Barcelona nga 4-0 humbja parë në Paris, 6-1 në Camp Nou. Erdhi Enrique në Paris, u bo shumë mediatike fakti se që e largoj Mbappen, edhe nëse marrën men ka funit sezonin 23-24, pa dorë me deklarata kur e leke Mbappe në rezervë, se ke bëdojnë a mësu me rritë pa Mbappe, sepse doj kemi jepë, më thonë, shaja që a i viçka me shku në Real Madrid. Edhe pat shumë kritika, pat shumë fjallë dhe mek që Enrique bëdo me të rëgu një farë arrogance, që edhe pse Mbappe si ma i mirë i ka më largu, unë i ka me pas sukses. Krejt skeptikit në konë që s'ka me pas sukses. Prej qësaj generatës tanishme të Parisit, ma e të që ki dezire duen mrapa, apo? Prej qësaj generatës tanishme, kush është menën litari kryesor, apo është i farë kombinacioni i krejtve që ka fuqit sukses, 2 finale, rreth potencialisht kampion 2 herë. Parisi nuk ka litar kryesor, ta më thonë është... As Dembele topi art nuk është kryesor, Dembele topi art nuk është kryesor. Okej. Ta më thonë, mund është me apo krat e mbrojtja, se ka Hakimi Mendes, që... Dyma shpejtit. Pa to kish me thonë që Champions nuk ka. Po, sidomos Mendes i vjetë vonë. E kena Vitinha Neves, Ruiz ose Zaire Emery. Po, fantastike, po. Mes fush që thu pa to nuk ka. Që për qendra mbrojtjes nuk nduket diçka. Marquinhos është top lojtar, po mosha diçysh adin, prapë është stabil. Knej Pacho diçysh Marquinhos është lider. Po, lider. I ka pe 2013, po pe Romës pator. Pe Romës, po. Është lider për një dhe për Parisit i vjen shumë. Villan pa që është shumë i nëvlerësu. Domethënë, tash vlerësohet në finale, po. Nëse po e patëm në finalen 2025, edhe nuk mundesh më ma gjejnë një mbrojtës të kundërsulmi Parisit, që mundet me bon një mbrojtës që ata në finale Championsit. Po dalim të finalja Championsit. Fakt, po dalim të sezoni i kalum, pak prasë në shku të finalja. Parisi e pat nisë këtë pjesë në parë, tash kjo sistemi i ri që ke i ligës me 8 loj, ke ma i kadalshëm. Deri 2 gjiro para funit, do më thonë Parisi së konë në top 8 shajtësejt, pas top 24. E pat poshtë ndoket Stuttgartin jashtë, edhe dikon Cityn e pat poshtë 4-2. Cityn 4-2. Edhe hinin asë, nëse e poshtë të një më toket Brestin,
Atra i pat anglezët. Liverpoolin eliminoi, Aston Villën, Arsenalin. A e ki prit sezonën e kaluar që kam i poshtë këtë anglezët. Ashtu Aston Villën e ki prit, po Liverpoolin, Arsenalin. Sport e po nala te City, se City u kon të fitu 2-0. Po bravo fix. Edhe po në moment Barcola e boni një sulm, do me thonë u këthy loja 5-2-0, 4-2, minutën e 70, këthaja 3-2 avan në besi me krye. Edhe do me thonë që aty unë ja ku nis me pika këtë sezon. Ajo von pika që ku menu që për një me këshmi për Champions League. Okej. Se dej që atëri kena pas këtë humbje. Do me thonë kundër Atletikos, kundër Arsenalit, kundër Bayernit. Arsenali pas apo poshtë në sezonin 2-0. Fillim 2-0. Po. Tani ja kthy ti tani. Mbrana jashtë timit. Po. Do me thonë edhe e patëm lojën me Brestin ku e kena pas mujtë 10-0 me 2 lojë. 3-0 do me thonë lojë të parë nëse s'ga bëjt 7-0 në lojë dytë. Okej, po. Edhe tani na ra me Liverpoolin. Liverpoolin lojën e parë do me thonë na gjëna që Parisi nuk ka luajtur Parisi shumë mirë, e pa Parisi tepër mirë. Lojën tjetër ku pak si barabart, po Dembele e boni çat gollin që ishte penaltia. Po, do me thonë edhe nuk jam pajtu shumë që lejën e parë me fitu. Liverpooli, do me thonë është ligji futbollit që thonë kur ki shumë shanca. U kon shanca e parë, që kjo është interesant se u kon shanca e parë në minutë fundit. Për Liverpoolin e kam fjallën. Elliot edhe 1-0. Ama ja këthytën, ja këthyt gëgja Liverpoolit. Doli pak të ndeshja me Arsenal, të dy ndeshje me Arsenal. Loja parë më duket 0-1, Dembele, loja tjetër 2-1. Kallëzom qysh ishe temi ngjajshmërit me çat far ballavaçimit të zonit kalum me finalen që vjen tash. Arsenali ndryshe sepse është kampion i Anglisë tash. Po është ndryshe apo është i njëjtë Parisi? Arandjali. Parisi është i njëjtë. Po thuhet i njëjtë, a? Veç Donnarumma se ka domethënë kuptimin e ekipit është njëjtë. Donnarumma nuk e ka, po thu s'ka. Si me ta si bata. Po thua. Donnarumma është e gjendë. Po kon vendimtar, apo nuk është sekond. Po shihet që edhe, domethënë, një herë ke portier Chevalier, tash a u pevani për këtë Stefanovin apo Olundua, ç'është puna, se kom për Chelsea këtu. Po te portieri. Chevalier një herë u vro, domethënë Olundu, po çatar ka hy Safanov që e fitoi më vjen. Shabesën, ndoshta është i vetmi klub i madh, kuptimin elitar që është kampion, që pat njerë Donnarumën portier i madh. Tani nisi me Chevalierin, është portieri Lilles, duket po? Lilles. Edhe tash ka një portier këtë tjetër, domethënë. Prap nuk ka që vrejt diçka, nuk ka që vrejt ndaj çalemi i mbrojtjes ose golla pa lidhje me hongër. Jo, bile shumë më i mirë kjo. Kjo më që është meritë e trajnerit, unë veç kam thonë që Luis Enrique çka ka bëu me Pares. Çka ka bëu inshallah bën. Amenon tash po dalim te finale. Amenon si fiton 2 Champions League rresht. I vetmi klub këtë epokën e re, Liga Kampionët që kanë mbrojtur titullin kampion është Real Madridi. Jo 2 herë, po 3 herë. 16, 17, 18. Milani ka bëu këtë sen toto 19, po ajo kompara se më qyt Champions League kon. Liverpooli ka shumë me von. Po. Pastaj 18-19. Atësisht. A bëhet Parisi i parë ja. Ti si tifozi i parë. Të liponi me një parë jo. Do të na për finalen një. Normal e meritojmë. Po. Ç'është meriton ala pa nis loja. Po e meritojmë shkaki i rrugtimit. Domethënë Arsenali ka luajt me Sportingin, me Leverkusenin edhe me Atletico Madrid. Po. Na e kena pas Chelsea. Chelsea është ekipe. A e kanë lavdëna? Po normal. Okej, po. Po. S'mundesh me krahasu Chelsea me Sportingin Champions League kanë. Edhe nëse është në formë Sportingin, Champions League nuk mundesh me krahasu me Chelsea. Pajton po. Liverpooli tani. E kena edhe plus Chelsea ne kena shumë me rezultate shumë. S'keni më përmend ato. Vajse. Po, Liverpooli tani. Liverpooli domethënë ekipë e madhe, shumë. 2-0 mëna jashtë. Në Champions League, edhe pse nuk kanë shumë formë të mirë Liverpooli tash, po në Champions League tjetër ekipë. 4-0 domethënë. Finale që mora far tifozi shumë i fortë i Parisit. Gjysmë finale kanë më të harrova. Gjysmë finale e kena shumë Bayernin me loj top kona. Kundërshtar më i vështirë? Më i vështirë. Normal. Loja po është ku goxha. Loja po domethënë ka shku spektakolare. Unë kam pritur Bayernin në poshtë lojën e dytë, se ç'është luajti Parisi më i mbyllt. Megjithëse loja nisi shumë shpejt, një gol në minutë 2 Dembele. Po, e tash. Pritën mos po bëhet prap 3-4, 5-4 diçka po.
Po tash me koçitën, që thot një far kolegi jam visari, thot u koçit fort Parisi. Po tash me menu nëse ishe konë qau shkotër të fitu kundër Bayernin semifinale, a nuk e kishem që e lojën. Ja, unë plotësisht pajtona. Nuk mundesh mi sulmu Bayernit qau shkotër të fitu. Në Gjermani. Kallëzome që ato dy rastet diskutabile, Aron. Tash ti je 17 vjeçar, je i ri, po futbolli pak a shumë e nje. Rasti i parë ke kur Nuno Mendesi e zgjati dorën, që su jep kartoni i dytë i verdh, edhe rasti tjetër ke Joao Neves kur i çoi dorë kështu hava. A ke njëna kartoni kuq, tjetra penalti apo asnjëna sipas teje? Po no, tifaz racional. Sipas mia. Asnjëna. Ç'e vëdu? Po. Domethënë te penaltia veç është me rregullore që nëse kshyrën me jek topin pe. Sono i velojtarit tan nuk është penal. Është pa hiri, po. Është pa hiri. Kjo është versioni yt i arsitimit, ha? Po. Okej, hajde te Nuno Mendesi te dora që zgjat. Te rasti po nëse i çdon kartoni kuq që i shprish lojë. Ç'të më prish loja tash vish pak. Më prish loja, ja. Ata sta kanë ty me bërë për prish lojë. Vish pak, nëse bëhet në themi një rast minut parë. Është në zonë penaltis, i shkon dikush tamam mrapa. Po. A mos më jap karton kuq penaltis e prishet loja, ku janë imra dhe prishet loja, kartoni kuq bëbë. Apo po, tash domethënë apo e referi te loja Real Madrid Bayern, kur i dha karton të kuq Camavinga sa. Po, bravo. Domethënë po sa kritika e mo referi, a normal pa drejt. Kritika, çu referi ato nuk më thon gjatë ndhimen shumë se marrin shumë kritika. Po, tash a ke as ke ti po thos kanë rregull, po. List. Para shikojmë një rezultat për finale, Aran. Finale. A për të shkruar me Interin 5-0. Inshallah se pa çast ajo. Jo, domethënë se finale është nuk jo. Arsenali ka veç 4 golla pa numër Champions League. Po, tash i ka 6 golla që numër, këtë ana tjetër ja kanë dhënë veç Chelsea. Okej, domethënë po pret goleat prap apo jo? Po, ka zama pak rrjedhin ç'është është finale. Ç'është është kur sulm më shumë, kush ka më dominant, kush ka më. Fona Arsenali mbrojtje, Parisin sulm. Ç'është më Armenia mu, po a ka më ndiku fakti që Arsenali ka atë farë epitetin kampion e Anglisë, domethënë, sa ka më ndiku kjo në motivin këta kanë pas motiv gjithçysh, po kur ecën si kampion, finale Ligës Kampionë, duket se hapi fare atë li fare. Pedigre. Plus nuk janë konë që 20 vjet. Po, fix 20 vjet finale e Parisit të kona. Plus e ka hub. Finalen e 2006-s. Po tu kanë presion, ha, sepse se kanë fituar asnjëherë. Parisi presionin e ka hek vitin e kaluar kur u bë. Vitin e kaluar, edhe ka pas një kohë që më thon 2020 në finale, 2025 në fitoi. Bravo, po pëlqen logjika kështu. Arsenali 2006 në është goxha. Një herë, po. Qërë unë sado që normal, kështu si tifoz, kur foli, kom qef Parisi me poshtë Arsenalin, po si një temi adhurues i futbollit, menoj që Arsenali ka një farë përparësie tash që bu kampion Angli. Sepse para më në që farë sezoni historik shumë majtë mene se Arsenali fitu 2 jatë. Plus këto për jerë të parë. Tash në anën tjetër edhe Luis Enrique kishpa thonë që e kena fitu një herë, e na të lumtur, për nëse fitojmë 2 herë him në histori. Sepse një mene hin në histori, në kuptimin që bëhet klubi veç i 2 që fiton 2 herë rresht. Rezultat s'ki domethënë. Rezultat s'kam, nuk ka favorit në finale. Domethënë s'ka favorit. Këta e ka thonë edhe Enrique. Okej, po. Domethënë s'ka favorit, nuk e tham as që e fituajmë as që se fituajmë. E shpreson. Shpresoj që. Ka thënë atash përfund, a je tifozi i vetëm i Parisit? A mbledhi kështu bashkë para fan klubi e diçka? Domethënë unë. A një dikon tjetër? Më ka rast me pa, domethënë. Tash mas emisionit njëojnë e të shkrujnë. Mas emisionit tash shkrujnë. Më lidhi bashkë me qyrlojnë diku. Po. Ku do me qyr finalen? Nuk e di. Nuk e di në la. Më thonë, na e fes kështu të madhe, s'pas keme prit për te më doke. Tifoz ka ke pos, s'pas keme jetë me festu shumë. Po. Apo doket njëjtë për ty. Çfarë diçka? Era dyft. Po. Qërë Aroni dhe më thonë, tifoz i Parisit, i kampionit fuqi, edhe që doket kur gjohë finale atjetër, sepse e ka marrë një herë. Ja, do më thonë, 31 maj 2025 ka ajo, nashta, kur s'ka me arru a dit, po, me këshyrë, për televizorit. Aran Aknoqe, tifoz shumë modest i Parisit, kuptimin që nuk ka që po bëjsh hajgarëfër me klube tjera, po që bosh edhe kampion, më thonë që bohet klubi jëtë i zamrës, është për një me Parisit, ka të në letër një ftimin që është 17 vjeç? Që është pejt nalt? Që, ule me një 17 vjetë, po është tifoz racional, sepse kur është rrit,
Aroni Parisive që shkon kulm të futbollit në Francë patjetër, po edhe të ngrit në Evropë. Aron për fund një mesazh te kamera, edhe mundesh me thon tash apret që Parisi ka me konë është ta sundimtari i Evropës vitet që vjen, apo çka do, ose një mesazh ndoshta Arsenali bën çt direkt që të kyçur Arsenalit mesazh bën. Thuaj diçka Arsenalit. Mos dhime se sprekën, më tani. Sa ka të vjen nguc, ja unë piju nguci, bashkë me Aronin piju them që trajni ka me ftu finale. Unë e kom pas këtë me një. Apo ja që të trajni. Normal mendoj që 3-1 është. Okej, tamam. Aron, faleminderit shumë për kohën. Ale Paris, ale. Ici se Paris, respekt. Çku dashun ky ke Aroni, tifozi i rrall i Parisit. Shohim çka po ndodh në finalen, po gjithsesi tifoz shumë i veçantë që rrall Gjon, po ata i Gjon veç te lejtari 12. Shihemi.